2025 u zgjollë për vitin e 5 rresht handballisti më i mirë në Kosovë. Po, pra si çdo vit që është kjo ceremonia e shpalljes së laureatëve të vitit, edhe këtë vit federata organizoi atë. Dhe përsëri arrita që me votat e trenerëve kosovar të shpallën handballistën më i mirë për vitin e 5. Normalisht kjo është një nder, një kënaqësi dhe një mundi shpaguar pra për punën dhe lojën që tregoj gjatë vitit, kështu që është mjaft një ndjenjë e mirë për mua personalisht. Gjuka përveç çmimit si handballist më i mirë ke qenë edhe në informacionin e vitit, duke qenë si qendra më e mirë e vitit. Çka mund të na thuash kur për të njëjtën ceremoni fiton 2 çmime njëkohësisht? Po, për si lojtari më i mirë i pozitë të qendër, ky është çmimi 10 pra që do të vite jam do të shpall lojtari më i mirë të qendër. Çdo vit kur e fitoj këtë çmim, edhe lojtari më i mirë në Kosovë dhe ai i qendrës, për mua është një përgjithësi shtesë, pasi që po them ashtu në zhargonin popullor, zakonisht lojtarët kur marrin kësi çmime ashtu lazdrohen pak dhe e lojnë punën, po për mua gjithmonë ka qenë një motiv shtesë dhe një përgjithësi më e madhe që çdo vit ta dëshmoj që ai titulli i vitit kaluar ka qenë i merituar dhe të luftoj për titull ekipor e pastaj edhe për ata individual, kështu që besoj që këto 5 viteve të fundit kanë bërë një punë mjaft mirë, një punë e cila është dëshmuar në parket, pasi po flas vetëm për këto 5 vitet e fundit, që 5 vite jam kampion me skuadrat ku kam shkuar si në Besë, ashtu dhe në Ravec. Kështu që synoj ta bëj këtë derisa të kem shëndet, derisa mund të luaj handball, vazhdoj të shpallem kampion me skuadrat ku shkoj, e pse jo dhe të shpallem me